Fat festën e Fitër Bajramit dhe për kombin ton. Dua ta falenderoj muftiun dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij anë kënd Kosovës në Bashkësinë Islame për gjatë këtyre viteve që ka qenë dhe mbetet në interes të Republikës së Kosovës dhe fuqizimit të me kolegë të aleancës kisha nderin të jam në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës, të drejtohem muftiut zotit Ternava edhe të gjithë prezent me urimet më të mira për gëzuar festa e Fitër Bajramit me përkushtim, ashtu si e ka karakterizuar edhe muajshajti i Ramazanit, me unitet, pra që të jemi bashkë, po edhe solidariteti, që të gjindemi njëri tjetrit, sa ma bashkë, sa ma solidar, është mirë në të gjithë neve. Mufti faleminderit për këtë angazhimin e për mundin që bëni. Gëzuar edhe herë. Gëzuar. Ditën e mirë. Ama do të akoma prita. Në ratë parë mirë me në gjesë. Kam kënaqësinë që sot jam këtu në Bashkësinë Islame për të uruar krye muftiun së bashku me bashkëpunëtorët e tij dhe gjithë besimtarët musliman për këtë festë të Fitër Bajramit. Është një moment i mirë që gjithë së bashku të festojmë. Edhe ne, sikur katolik, jemi në kohën e kreshmes, në kohën e agjerimit, në kohën e reflektimit, në kohën e lutjes, në kohën e përmirësimit të marrëdhënies tonë me Zotin dhe me njëri tjetrin, kështu që shfrytëzoj rastin të ju uroj gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, pavarësisht besimit katolik apo musliman, ortodoks apo diçka tjetër, ne dhe gjithë kemi paqen rreth parë në zemrat tona, harmoninë dhe lumturinë në familjet tona, mirëkuptimin, paqen dhe rendin e vlerave dhe rregullave në shoqërinë tonë. E mbi gjitha i ftoj të gjithë të lutemi për paqen në botë, sepse bota asnjëherë s'ka qenë më të rrëzuar se sa në këto momente kur neve edhe agjerojmë edhe festojmë së bashku. Këndej nuk më metet asnjë gjë tjetër përveç se për të thënën ato që e ka thënë një madhi fishta, ne në vërtet i festojmë Bajram e Pashk, secili sipas mënyrës vet, për shqiptarinë e kemi bashk dhe të ardhmen duhet ta ruajmë si të tillë. Faleminderit, urime. Nderuara media, gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu. Në këtë ditë të Fitër Bajramit, urova muftiun Ternava, si dhe bashkëpunëtorët e tij, sikurse edhe qytetarët e Republikës së Kosovës të besimit islam për festën që kurorëzon një muaj të sakrificës, një muaj të përkushtimit dhe po ashtu një muaj të durimit. Natyrisht që për qytetarët e Republikës së Kosovës, qytetarët e besimit islam, festa e Fitër Bajramit është një festë shumë e rëndësishme, shumë domethënëse. Muaji i shenjtë i Ramazanit na mëson durimin, na mëson mirësinë, ndërsa festa e Fitër Bajramit na mëson se si këto vlera mirësie t'i ndajmë me të tjerët. Vizita jonë sot këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës është edhe si shenjë respekti për punën, për kontributin që Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, e sidomos në kultivimin e paqes, në bashkëjetesën ndërfetare, në mirëkuptim, që janë vlera shumë të rëndësishme për shoqërinë, por edhe për Republikën e Kosovës. Le të na shërbej kjo festë e Fitër Bajramit si kujtesë se secili nga ne mund t'ju japim shumë çka nga vetja, pikërisht që t'i lartësojmë këto vlera të shoqërisë sonë dhe pikërisht në këtë mënyrë e forcojmë besimin, por po ashtu edhe ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë. Me fat Fitër Bajrami, paqe, shëndet dhe begati për secilën familje. Faleminderit, më lejoni që edhe juve mediave t'ja uroj Fitër Bajramin. Faleminderit. Okej, s'ka problem. Sot si gjithherë, bashkë me kolegë nga rahat e Partisë Demokratike të Kosovës, jemi në vizitë tek muftiu me udhëhecët e Bashkisë Islame
për t'i uruar për Bajram, njëkohësisht i urojmë edhe gjithë besimtarët, duke i dëshiruar shëndet dhe gjithë atë mirat për ta dhe për familjet e tyre. Është muaj i solidaritetit, populli jonë gjithmonë ka qenë solidar, është dhe jam i bindur që ky solidaritet edhe mbas asaj që na tregon gjithmonë miftiur duke u rritur, dhe është tepër mirë që njerëz nevojt përkrahen, ndihmohen, këtë vizitan mes neve, të reflektojmë energji pozitive dhe ky pozitivitet tjetë në gjitha institucionet, gjithmonë të respektue edhe Bashkinë Islame, po edhe në institucionet e shtetit. Urime për gjithë besimtarët, jetë gjatë edhe të lumtur e shëndet për familjet e tyre në gjithat mirat. Faleminderit mifti. Ti gjithë komunitetin e besimit islam Kosovë për festën e Fitër Bajramit. Lutjet dhe agjerimi i muajit shenjtë të Ramazanit u pranoft nga krijuesi. Mbi gjitha në këtë periudhë, edhe për të kësaj periudhe, t'i ruajmë, t'i kultivojmë dhe t'i mbrojmë këto vlera që rëndom i gjejmë gjatë këtij muajit shenjtë dhe gjatë festës së Bajramit. Pra solidaritetin ndaj njëri tjetrit, mbështetja ndaj atyre që janë në nevojë, uniteti sa më i madh i njerëzve të Republikës Kosovës. Zoti e bekoft Kosovën, popullin tonë dhe familjet tona. Me fat Bajramit. Me fat dhe ju. Punojnë për paqe, punojnë për bashkëpunim të mirëfillt, punojnë për një të ardhme më të ndryshme të vendit tonë, prandaj falenderova nga zemra. Faleminderit shumë mufti për bashkëpunimin e mrekullueshëm që e kemi së bashku me kryeqytetin. E uroj që të vazhdojmë edhe tutje mirë e më mirë. Faleminderit shumë. Urime të gjithëve besimtarëve musliman. Faleminderit.